Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, shtunë 20 maj 2017, duke nisur nga gazeta Panorama. Me titull kryesor, flet kryeministri, ministrat e rinj teknik, jo emërime dhe tendera. Kryeministri Rama sqaron paktin me Bashën. Emrat e ministrave do të propozohen nga PD, por vendos unë. Do jenë njerëz me integritet. Basha me aleatët kandidim në siglën e PD-s në zgjedhje. Duka, pakti dha fund krizës. Partitë e vogla u diskriminuan. Në 2008 tragjedi, tani komedi, ironia e metës, PS dhe PD do marrin bashk 71 deputet. Marrëveshja Rama-Basha, një pakt afat gjatë. Listat e ATP-s, pronat, emrat që ndajnë fondin $2.5 milion. Miqësisht për zonjën Mirela Kumbaro, arrestohet për drog biznesmeni vllai kreu të Qarkut. Janë këto titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Ne do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të shekullit. Titulli kryesor i gazetës Shekulli, Meta pakti i ri PD-PS për të azgjesuar LSI-n në zgjedhje. Marrëveshja e re, Meta ironizon kryesocialistin. Rama i merr 71 vota në zgjedhje, i vetëm apo me PD-n. Demokratët nisin përgatitjet për zgjedhjet dhe për caktimin e 6 ministrave, ja emrat që përfliten. Kompensimi, emrat e pronarëve që marrin 300 milion lek. Rrëfimi Bruna dhe Xhani, jeta ndryshe e dy prezantuesve, eksperiencat në televizion dhe e dy moderatorëve, Xhani beqar ende në pritje, Bruna mbështetja që m'jep familja. Intervista Sinani, Zaev, kryeministër prej shqiptarëve të mos i dalë kundër, analisti tregon se çfarë po ndodh në Maqedoni, flet për nevojën e ndryshimit të emrave në BDI. Vendimi i gjykatës, mashtrimi me agjencinë, dënohet gruaja e ish futbollistit, hetimet nisën në 2015 pas kallëzimit për biletat e udhëtimit. Administratorja e firmës Junida Fortuzi është shpallur prej 2 vitesh në kërkim. Kuksi Skënderbeu, ndeshja që mban aromën e titullit. Zgjedhjet në festën e Bajramit asen veri nuk i bënte. Kosova plagë e madhe. Demokracia si shans, koha grish në rolin e të edukuarit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli, do të kalojmë tek gazeta shqiptare me titull kryesor. Zgjedhjet në 25 qershor, kandidatët e PD-s në qarqe. Marrëveshja Rama-Basha ja kush përflitet për qeverinë teknike. Zbulohet lista e së djathtës për parlamentin e ri. Presidenti Ilir Meta, LSI forcë e parë, do të ketë surpriza në zgjedhje. Rama PD LSI të parët, por PS merr 71 mandate. Edmond Tupja, transferimi në Gramsh për ktheja veprat e Enverit. Isuf Vrioni sugjeroi emrin tim. Kjo ishte një shkollë e vërtet për mua. Rrëfehet publicisti, lexova gjithçka më 1976. Sonila Qato firmos listën me 68 pronarë që marrin kompensimin në para. Transportet lista me targat që dalin nga qarkullimi dhe që u falen taksat. Pranga ish kreu të Aluiznit legalizoi 5 objekte në Shirok. Djali nga Berati kanë bërë seks me donjetën, ATP statusi i çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Rama-Basha po kthejnë bipolaritetin në politik. Bundestagu vendos ashpërsimin e ligjit për azilin. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të kalojmë tek shqiptarja.com. Me titull kryesor, paradokset e paktit 7 pikë pyetjet ligjore të marrëveshjes Rama-Basha. Si mund të anullohet dekreti i presidentit për datën e zgjedhjeve dhe si mund të caktohet data e re nga partitë politike? Si regjistrohen partitë opozitare jashtë afatit? Si ndryshohen komisionerët? Si mund të printohen flet votimet e reja vetëm në 29 ditë? Të tjerë tituj, kompensimi i emrat e ish pronarëve që marrin lekët, masa e përfitimit. Si ndahen 3 miliard lek, kush merr 4 këste shpërblim, ATP vijon pranimi kërkesave. Mashtrimi dënohet me 3.6 vite burg gruaja ish futbollistit Indrit Fortuzi. Elbasan pranga vllait e ish deputetit dënuar me 10 vite burg në Itali. Pakti PSD Edi Rama do të takohen me Bashën edhe pas 25 qershorit. Batuta e kryeministrit nga Korça, PD dhe LSI forcat para, por 71 deputeti merr PS-ja. Përgjigjja e LSI-s, Meta ironizon Ramën, me këtë do t'i bëj 71 mandate, vetëm apo me PD-n. Oferta Basha zbut aleatët, ja kush nga liderët opozitar futet në listat e PD-s. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të vijojmë me gazetën Dita. Me titull kryesor, ana e padukshme e marrëveshjes, ndarja përfundimtare e së majtës. Çfarë sjell pakti Rama-Basha dhe pse efektet e këtij pakti do të jenë afatgjata në politikën shqiptare? Çfarë ndodh në rast të një rezultati të ngushtë të PS-s larg shifrës 71? Rama marrim 71 deputet, Meta vetëm apo bashkë me PD-n? Parashikimi i Gjinushit për zgjedhjet, PS merr 66 deputet, LSI 9 deri në 15 dhe PD 50 deri në 60. Në brendësi për 25 vjetorin e ikjes Androkli Kostallarit. Kali Jegri i PD-s do të dalë nga Kapistra.
Një tregim nga Viktor Mala, 24 orë nga jeta një të marri, harresa ishte tortur dhe vdekja nga dalët për të. Psikoza e harresës e torturonte për ditë. Një përgjigje për fustanellën e Mirelës, çdo të ndodh me aleatët e vegjël të PD-s. Janë këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të kalojmë menjëherë me të përditshme në gazetën Tema. Me titull kryesor: 5 gënjeshtrat e mëdha të Lulzim Bashës në Çadër, rënja e kauzës së Republikës së Re. Rama ironi me LSI dhe PD, ato force parë, ne marrim 71 mandate. Si u tentua të shantazhohej nga njerëzit e Berishës zyrtari i lartë i Dash që zgjidhi krizën shqiptare. Kur Enver Hoxha dhe Spiro Mojsiu urdhëruan pushkatimin e klerikut, Dom Lazar Shantoja. Editorial nga Merobaze, marrëveshja dhe një projekcion afatgjat i saj mbi të djathën shqiptare. Shpotim Nazarko, Rama luan shah pa 2 tore me Bashën. Benandoni, a do e mbyll Berisha karrierën e tij parlamentare? Endri Gjafo, marrëveshja e 18 majit e shpjeguar për fëmijë dhe si e hëngrën partitë e vogla. Analiza e Skënder Gjinushit, PS merr 66 deputet, LSI 9 deri në 15, PD 50 deri në 60. Antena e brenda familjes, Antena zbardh negociatat Rama Basha në zyrat e kuvendit, si lindi Republika e Re. Të dhënat historike kur Shqipëria ishte e barabartë me fqinjët. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema, do të vijojmë me të përditshmen Mapo që vjen formatin Mapo Weekend. Me titull kryesor, efekti i Big Mac. Pakti Rama Basha pritet të kthejë përmbys realitetin politik, ose do të rikonfirmoj fuqinë prej kingmakerit të LSI-s apo partive të tjera, por ndryshimi i mënyrës si partitë futen në zgjedhje është një shenjë për mënyrën si do qeveriset vendi. Në shtator, fituesi do të ketë mundësinë të fillojë negocimin me BE-n, ndërsa do të nisë reforma kushtetuese zgjedhore dhe ndryshimi thelbësor teknologjik në mënyrën e votimit. Ja si ndryshon rezultati në zgjedhje nëse opozita dele bashkuar. Shia e hidhur e marrëveshjes e Rama Basha në gjuhën e Fatos Lubonjës. Ta emërtosh marrëveshjen e Rama Basha bashkëqeverisje është mjerane. Hera e fundit e proporcionalit rajonal dhe domosdoshmëria për një sistem të ri zgjedhor. Opozita, ministrat e rinj dhe lista për deputet e PD-s në nethet e përzgjedhjes së emrave. Vatra, muzika dhe diaspora shqiptare në Amerikë, atë fishta e atë Noli. Rama, duam ta fillojmë me 71 mandate për PS-n, me ta pyet, vetëm apo me PD-n? Gjëra që ndodhin. Të tjerë tituj, uria psikologjike për të kaluar sa më shumë kufi, globalizmi dhe diversiteti kulturor. Ishin këto titujt kryesor të Mapos, do të vijojmë me gazetën Sot, me titull kryesor: Plas konflikti në majorancë, Edi Rama pritet të shkarkojë të gjithë ministrat e LSI-s, koalicioni drejt fundit. Edi Rama orientohen deputetët, shpallni luftë po dy LSI na kanë futur Shkopinë në rrota, tu merren sa më shumë votues. Zhbllokimi i vettingut, gati rritja e ekspertëve afatgjatë të ONM-s, në qershor përfundon kontrolli i pasurisë për gjyqtarët dhe prokurorët. Hapet rruga e aplikimit për statusin e naftëtarit, hyn në fuqi procedurat dhe kriteret për përfitimin e dëshmisë zyrtare identifikuese. Meta akuzon Ramën për marrëveshje kundër LSI-s si ajo e 2008-s, pakt me Bashën pas zgjedhjeve. Zbardhen detajet e marrëveshjes, ministra teknik pa kompetenca, largimi i tyre pritet pas zgjedhjeve. Marrëveshja kap në befasi degët e PD-s prej 3 muajsh takimet në bazë të pezulluara, asnjë përgatitje për zgjedhjet. Basha përplaset me aleatët për marrëveshjen, Kreu Demokrat u kërkon të mos regjistrohen në zgjedhje, gati t'i fusë në listat e PD-s. Zbardhet skema, ja si partitë e vogla penalizohen nga mungesa e koalicioneve, kush merr nën 3% të votave, asnjë mandat deputeti. Marrëveshja që shkreu çadrën, demokracia si shans, koha grish në rolin të edukuarit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të vijojmë me Koha jon, me titull kryesor: Myslimanët të shtyen zgjedhjet jo më 25 qershor. Data e zgjedhjeve vendosur nga kryeministri dhe kreu i PD-s përkon me festën e Fitër Bajramit, e vendosën pa dashje apo kastile. Nëse Lulzim Basha dhe Edi Rama besojnë në Zot, duhet të ndryshojnë datën. Nuk ka fest kur politikanët rrihen, ngënjejnë dhe blejnë vota. Kreu i Libras Ben Blushi, Edi Rama bleu Bashën dhe Partinë Demokratike. Meta, nëse marrëveshja e 2008-s ishte tragjedi, kjo marrëveshje është komedi. Agron Duka, marrëveshja PS-PD na penalizon 25 qershorin e caktoi Rama. Petrit Vasili, tashmë do kemi garë të fortë LSI PS-PD. Do dalim forcë e parë. Nis sherri në PD, Basha fut në lista kryetarët e partive aleate. Rama do takohem çdo muaj me mikun tim Lulzim Basha. Ministrat e PD-s do jenë vetëm kujdestarë në qeveri, do ruajnë punonjësit mos shkojnë mitingje. Artan Lame nga Basha Rama e mora vesh se qen kam njeri politik. Ishin këto titujt kryesor të Koha jon, do të vijojmë me gazetën Telegraf, me titull kryesor:
25 qershori i Bajramit të Madh, kurbani i Paktit Rama-Basha, data e fillimit fushatës elektorale përkon me nisjen e muajit Ramazanit, e caktuar më parë nga Shtëpia e Zotit. Mëkatet e dy partive e motra do të mbyllen ditën e votimeve më 25 qershor, që është dreka e Bajramit. Myftiu i Tiranës Ylli Gurra, zgjedhjet nuk e pengojnë festën e Bajramit. Myftiu i Shkodrës Muhamet Sytari, as komunizmi nuk caktonte votime në ditën e festave fetare. Reagojnë besimtarët, nëse nuk anullohet data 25 qershor, ne nuk do të shkojmë të votojmë. Të tjerë tituj të Telegrafit, speciale Frank Shkreli, revolta e Spaqit dhe e Qafbarit, simbolet rezistencës antikomuniste përkujtohen në New York nga Vatra. Flet Miranda Rira, ja projektet që do realizohen në 2 vitet e ardhshme dhe që do ndryshojnë pamjen e prenjasit. Intervista e kreut kuvendit Meta, Berisha pika ime e dobët dhe e fort, marrëveshja PSPD tani përjetohet si komedi. Pasuritë e Sedinëve më shumë se ta Qif Pashës, Maja Icebergut e kapitalit të kryebashkiakut Elbasanit, ish mësues fshati, i cili nga udhëtimet me abone autobusi u bë sundimtari që prej 15 vitesh po shfrytëzon qytetin e intelektualëve të shquar. Profesor Zamira Çavo ishte një dorë nga të fortët, profesor Tritan Kaleo trinomi rilindës i Republikës së Re, Osman Murati të mashtruar nga sloganet e Ramës, Fleti Lirdaja, synimi Korçarve është fitoreja, Lushnje në superiore flasin Fatostushe, Artambano, Fation Sefa dhe Kaplan Pepa. Sot në orën 9 konferenca Sporti Ballkanik. Sheshi i Liris, forca e qytetarëve përballë shtetit. Tani po që jemi në monizëm. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit, do të vijojmë me të përditshme në 55. Me titull kryesor, Rama merr rrugën drejt opozitës, si u ndërtua kampi i Qafbarit në Puk. Miratimi nga qeveria i kampit të të burgosurve dhe për nxjerrje minerali. Metastazat e infeksionit e Dvinis në resortin e narkotrafikantit, kryeministri Rama zhvilloi takimin elektoral. Metastazat e infeksionit e Dvinis në Itali kapet gomonja me 2.2 ton marijuan që vinte nga Shqipëria. Pas marrëveshjes, PD bën gati listën e ministrave dhe drejtorëve teknik. Meta, Demokracia dhe Vendi shpëtuan nga buza e Greminës. Në zgjedhje do të ketë surpriza. Berisha i vendosën minat sofrës së Skënderbeut në Librazh. Sinergjia e protestës dhe fryma e fitores. Studimi si nxitet dhe si trajtohet radikalizmi në Kosovë. Që fati i demokracisë së Ballkanit jeti pandar nga i Perëndimit. Orkestra Simfonike e RTS-s 55 vjet histori. Ishin këto titujt kryesor të 55-s, do të vijojmë me rilindjen demokratike, me titull kryesor, bie kupola e mafias, ushtarë të krimit zhdukuni, s'do gjeni vrim ku të futeni, do t'jenë 30 ditë ferri për Republikën e Vjetër që do të tentojë të përfshihet në fushat elektorale me blerje votash me paratë e drogës, 25 qershori fundi i bandës. Mustafa i Rama do të minimizoj rolin e LSI-s, SBA distancohet nga politikat e Sorosit në Ballkan, marrëveshja projekt gjerman me angazhim amerikan. Republika e Re është proces, jo paragrafi marrëveshjes, marrëveshja e 18 majit barrierë për cënimin e votës, kush e solli optimizmin. Në pranga për trafik droge vllai i kryetarit Qarkut, 4 ton drogu bllokuan vetëm dje në Itali nga Shqipëria. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, do të vijojmë me integrimin. Me titull kryesor, 100.000 vende pune për të rinjt, Petrit Vasili, LSI do të jap një shans çdo të riu dhe të reja në atë dheun ton. LSI prezantoi dje planin e punësimit për të rinjt, program ambicioz dhe konkret, synon krijimin e 100.000 vendeve të reja të punës, si dhe përgjysmimin e papunësisë në këtë grup mosh. Kejdi Mehmetaj, për ne të rinjt do jenë të para, do ju japin mbështetje maksimale. Flojda Kërpaçi, plani i LSI-s u kthen të rinjve shansin për një punë të mirë paguar. Eriona Bixha, arsim për punësim është kryefjala e planit ton të punësimit. Adela Karapici, lehtësira fiskale dhe subvencione bizneseve që punësojnë të rinjt. Majlin Lazimi, 10 pikat e këtij plani realiste garantojnë një zhvillim të qëndrueshëm. Ilir Meta, LSI do të jetë pa diskutim, forcë e parë e ka fuqinë tek energjia dhe patriotizmi të rinjve. E rëndësishme që më 25 qershor do të ketë garë dhe demokraci. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të vijojmë me Panorama Sport për ditën e sotme. Titull kryesor, Kuksi Skënderbeu, pra pas skenat e titullit, manovrat jashtë fushe, ultimatume, premio dhe aleat, gjithë si ngret gjithë qytetin në këmbë, korçarët bëjnë llogari edhe me një barazim që ta përdorin kupën si asin në nëmëng. Tirana luan sezonin, Josa izolon, Bardhebluve u duhet vetëm fitoria me luftëtarin. Halili zbarkon në stërvitje, para Teutës, Vllaznia frymëzim nga të rinjtë dhe skuadra B. Partizani do Kotobellin për kraun e majt. Të tjerë tituj, gjithë si kemi 5 vite që presim, sot festojmë ne. Taka 100.000 euro premio dhe paguan për tifozët. Daja e di si mundet Kuksi, por nuk kalojmë në aventurë. Agim Canaj i ka drejtuar të dyja, korçarët luajnë edhe për një pikë. Dilema për gjyqtarin, informacionet nuk ndryshojnë. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme.
Halili nderoni veten dhe Tiranën. Presidenti Bardeblu takon skuadrën para sfidës kundër luftëtarit dhe kërkon sforcim maksimal në 2 ndeshjet e mbetura për të evituar një tragjedi të pafalshme për klubin kryeqytetas. Sopoti Vllaznia Shkodra burim talentesh, Vllaznia bën ngjitet në të parën. Kaçe kthehet në kombëtare, Këshillat e Debjazit ja vletën. Një hap larg majës. Pas 34 javësh vjen momenti i vërtetës, Kuksi kërkon trofeun në ndeshjen e fundit. Shtëpia ake për këtë sezon, Skënderbeu shpreson të përsërisë historinë e para 2 viteve. Në orën 17:30 në Kukës, Gjitsi, Taka i lodhet kot, sot deli humbur, Taka i mesazh lojtarëve, fitoni për fanellën, Gjoka i respektojmë, por nuk na mundin dot. Daja nuk janë të pathueshëm. Superiore, flamurtari Laçi, sfida llogarive, Durrët shpëtojmë që sot. Teuta Vllaznia, Dursakët nën presion, Shkodranët për 1 pikë. Gjermani, dita e lamtumirave në Myni, Bayerni përcjell legjendat, Itali, autogoli Auzilios, Interi për çar, kemi bërë gabime pafund. Ishin këto titujt kryesorë të gazetave për ditën e sotme. Edi Rama ironizon nga Korça LSI-n, të gjithë dalin forcë e parë, por PS merr minimumi 71 mandate. Marrëveshja me Bashën solli fitoren e pamundur për vettingun. Një ditë pas marrëveshjes politike, Basha mbledh propozimet për ministrat, emrat zbulojnë të dielën, javën tjetër mbyllen dhe kandidatët, kodi nuk preket. LSI përshëndet marrëveshjen Rama Basha dhe deklaron se ajo shmangu katastrofën politike. Meta flet për surpriza pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Lumejnë droge nga Shqipëria drejt Italis, televizion italian Rai Uno në një reportazh përshkruan itinerarin e drogës drejt vendit Pqinj. Nis faza e eliminimeve në spektaklin Do You Have an Idea në Vision Plus, juria përzgjedh 2 projektet më të mira, gara ashpër për çmimin e madh 10.000 euro. Ishin këto titujt kryesorë të gazetave për ditën e sotme dhe edicioni i parë informativ në Vision Plus, lajmet e radhës në orën 13 deri atëherë bashkë miru takofshim.